رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall dhe lutem që të na jap sukses dhe deturi të shëndorë dhe punë të mira dhe pranim tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe lutem që paqja dhe bekimi i tij të jenë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në ligjëratën e kaluar vllazëriu këto kemi marrë disa baza që kanë të bëjnë me disa definime të domosdoshme rreth shitblerjes apo kemi definuar çka është shitblerja, kur në Islam nisan konzohet që e ke shit ose që e ke ble, edhe format e marrëveshjes mes dy palëve, së bashku me kushtet e veta. Normalisht jo prej asaj kohë kur kemi marrë këtë ligjërat, kemi marrë edhe ligjërat të tjera lidhe me shitblerjen. Andaj ajo që kam thonë dersën e kaluar, dëshoj që përsi ta them është se në këtë fushë që po mësojmë së bashku jemi duke i vendosur bazat. Edhe nëse këto baza kuptohen drejt edhe mirë, atëherë do të jetë shumë lehtë kuptohen çdo sa që është e ndërtuar përmbi të. Prandaj definicioni i shitblerjes është shumë i rëndësishëm edhe ju përcjell vazhdimisht. Po nuk ndahet asnjëherë që të kuptojmë se kur nisan shariat është shitblerje. Sa do të mësojmë për shitblerjet e ndaluara. Do të thotë pse nuk po mësojmë për shitblerjet e lejuara, mas pari, e pastaj për ndaluara? Ase kemi thonë se esenca është çdo sa është e lejuar. Do thotë ajo që është e lejuar shumë më shumë se sa ajo që është e ndaluar. Pa e mësojmë çka është ndaluar edhe pastaj më rahat. Edhe dimë se çdo sa përveç saj është halal edhe e lejuar. Dhe kjo është mirësia e shariatit të Allahut subhanahu wa taala, i cili ju alën njerëzit që në çfarë do lloj forma që ata e shohin se realizohet interesi i tyre, është e lejuar që ta shfrytëzojnë atë metodë përveç se disa metodave janë interes. Mirë pa interes është i kufizuar. Për shembull, është interes për personin që shet, po nuk është interes për ata që blen. Ose është interes të atyve dyve, po nuk është interes të palës së tretë. E kështu me radhë. Andaj sot filozofia e sotshme e tregtisë ndërtohet me parimin e interesit apo. Edhe zakonisht ky interes është i kufizuar, qoftë tek pala që shet, ose qoftë tek tregu, rrallë herë është tek ai që blen, asaj është i cili në fund veç e konsumon e merr mallin e nuk ka menduar rreth formën që ka mundësi me përfitu më mirë në këtë shitblerje. Edhe nëse po them kiet parasysh interesi i tij, atëherë ky interes është shumë i kufizuar. Është brenda palëve të caktuara edhe brenda interesave të caktuara, edhe pse pastaj ky interes ka mundësi me rënu intereset të tjera, qofshin këto të anëve të ndryshme, qofshin këto në llogari të fesë së njerit, qofshin këto në llogari të moralit të tij, qofshin këto në llogari të lidhjeve të tij që i ka me të tjerët e kështu me radhë. Andaj feja islame duke i vendosur bazat edhe format e tregtisë, nuk e ka për qëllim që njeri veç të fiton. Pavarësisht se do palë. Tregtia islame nuk ndërtohet vetëm në interesin material, që të fiton ai që shet ose veç fiton ai që blen. Mirë po zgjeron këtë interes edhe më gjerësisht. Edhe në islam domosdoshmë interesi është shumë më i gjerë edhe shumë më i thellë se sa ai material ose i përfitimit të përkohshëm. Për arsye në shariat kur duhet të përkufizohet diçka, sa është e dobishme, a është halal, a është e mirë, ka shumë aspekte që duhet përflihen aty e që pastaj në fund të japet konkludimi sa është kjo e dobishme apo nuk është kjo e dobishme.
që t'jetë dobia e përgjithshme, e jo do të thotë që a kam dobi unë, atëra është e dobishme. Nuk kam dobi unë, nuk është kjo e dobishme. Në kjo është ajo që dallon Islamin për të tjerë, edhe kjo është ajo që e bën Islamin që të jetë ai i cili i mbron interesat e të gjithëve, edhe vet atij që mendon se në esencë po përfiton mirë, po përfitimi i tij është shumë i kufizuar, edhe në raport me dëmin që i shkaktohet, nuk meriton që të trajtohet ose të konsiderohet as pak se është dobia. Por ashtu kur do t'i marrim shitblerët e ndaluara, do të vreni se Islami nuk e ndalon shitblerën për shkak se është shitblerje. Ose për shkak se për shembull, valla fitimi është i madh, duhet më pak me fitu se muslimani në dunja s'bën me koni dhon mas dunjas. Don kësi domthon kuptime s'ka në Islam. Don kësi shitblerje nuk ka të ndaluar për këtë shkak. Ne po do të vreni se ka shumë lloje të shitblerjeve në Islam që janë të ndaluara, që njerëz punojnë sipas tyre, mirë po për t'i kuptuar më lehtë, unë i kam në grupe, jo ti marrëm se kjo është haram, kjo është haram, kjo është haram, mirë po ti marrëm shkakun pse është haram. E që pastaj mbasë shkakut ti ke mundësi me ditë, edhe këto që i flasim na, mirë po të krahasosh e të ndërtosh mbi to edhe shumë shqiptare të tjera që ndoshta s'kan mundësi me dhon fundin kurr. Se sa ka mundësi njerëz me shpik metoda të shqiptlerës, edhe sa ka tradita që njerëz mbitojnë ndërtojnë shqiptlerën që na nuk i dim, nuk është e pamundshme që me një kurs ose qoftë me një vjet me i përmbledh të gjitha. Mirë, po sikur të thash fillimi jona është i vendosim bazat. Nëse një shqiptlerje, për shembull, kështu të manifestohet është haram për këtë shkak. Ndaj Islami kur ndalon diçka e ka shkakun e vet. Nuk ndalon Allahu xhalla ala vetëm tek ashtu ose pa ursi. Mirë, po ndalesa është për shkak një arsye. Edhe ajo arsye sipas shariatit është e mjaftueshme për me bëni sen të ndaluar. Andaj llojet e shqiptërve të ndaluara kishin pas mundësi me i nda në 6 grupe sipas shkaqeve të tyre apo. Sipas shkaqeve të tyre. Shkaku i parë, kështu po e quaj apo, ose lloji i parë i shqiptërve të ndaluara është për shkak të mashtrimit edhe ignorancës. Do të thotë ka shqiptërë në Islam që është ndaluar pse ajo formë e shqiptërës përmban vetë mashtrim, për arsye është haram. Ose për shkak se ajo formë e shqiptërës në Islam përmban sipas gjykimit islam përmban vetë padituri, ignorancë, nuk din ai çka shet, çka po shet, ose nuk din ai çka blen, çka po blen, në këtë aspekt komo të dëmtohen palët, e ndalon shariati një lloj të shqiptërës së tillë. Andaj ma në mend këtë rregull. Çdo shqiptërje, çdo lloj shqiptërës që në vetë në saj përmban mashtrim ose njëra nga të dy palët ose të dy palët nuk kanë informacion të mjaftueshëm për atë shkëmbim që e bëjnë sipas shariatit, kjo formë shqiptërës ka lënë pe halal haram. Edhe për këtë ka të shumë, sikurse për shembull një pillove të kësaj shqiptëre dhe e kanë quajtur bejul ma'dum, me shit ato çka nuk është në treg ajo apo. Pse? Se ka mashtrim këto. Për shembull, më thon njëri, sikurse kemi thënë, pa herë shembull, nga këta çka do të marrim matut janë vjen, këtë gati është zbërthim i definicionit që kemi marrë më herët. Nuk del jashtë saj, mi po ndërton për mi të aftë. Sikurse për shembull njeriu thash me shit zogun në qiell. Këtë shembull e kanë thënë detaj, s'po duhet të dalë jashtë, mund me krahasun te edhe më tepër. Nga se në nuk e di më i zog për shembull që fluturon në alt, sa peshon. Apo andaj ka një lloj paditurie, pa një terë informativ i pjesëleshëm që domon e pamundson që klienti ose konsumatori më përfitu tamam çu duhet pesa, komo se pas mashtrim çmim. Apo më thon se po tash që ato se i ka 3 kg, 1 kg kuston 5 euro, 15 euro kuston zogu që fluturon. Kur të merr ti, e shese don nuk peshon aq. Andaj kësaj shitëri është për vjedh mashtrimi. Për arsye është haram, ndaluar apo. Ose forma të tjera të shpëlerës, sikur se thash i kanë thënë dietarët, me shit dikush peshë që janë ndeti. Apo. Jo do të mendzon njëra peshkun, qase ti se kia të peshk, është nerëm është në botën e pa nuk ekziston ai për momentin. Duhet më ekzistu, pastaj me negociu për me ble ose mos me ble. Pilloj me dyta të shpëlerës të këtij lloji apo.
që llojet e shitblerjes i ka ndaluar shariati për shkak të thash mungesës së informatave të mjaftueshme ose për shkak se ka mundësi të përjetët mashtrimi, thash është edhe me shit njëri ato që nuk e posedon. Për shembull, në njëri me shku me marrë një pjesë të tokës që është pronë e përgjithshme, pronë kolektive, nuk është pronë private. Apo ai nuk është e tina. Edhe ai në forma të caktuar për shembull ka mundësi me arrit me do letra me diçka me bëhet vetën, edhe pastaj me shit ato tokë. Nuk bën me shit, pse? Pse atë ti nuk e posedon. Ajo është për pronë përgjithshme, ajo është për shfrytëzim përgjithshëm, nuk është për shfrytëzim privat. Andaj nuk bën me shit këtë ato. Pse? Se këtë ka mashtrim. Se të pia shet diku në mallën që nuk është i joti, apo e që po e fut njërin në telashe, edhe ti po largohesh për sot duke përfituar për pitin ato. Andaj ai merr parat edhe largohet, edhe kështu ka ndodhur. Ka ndodhur me banesa, ka ndodhur me toka, ka ndodhur me lloje sa. Njerëz kanë shit ato që nuk e posedojnë, e pastaj janë hasmuar njerëz që s'kan qenë as pak palë këtë problem. Edhe para ka instaluar këtë problem mes njerëzve, i ka shti parë në xhep, edhe ka ik, pastaj njerëzit hasmuar shtu kam, nga se ka ndodhur si njëri e ka shit njëjtën tokë ose njëjtën banesë ose të njëjtin kerr, ja ka shit 2-3 vetë vasa. Edhe kjo ndodh. Andaj kjo është haram e ndaluar. Nuk është ka mundësi të thonë po ne pjallon me qef, ku ka syt ose kështu për, do themi se nuk është kjo punë shefi. Apo nuk është kjo punë interesi, mirë po duhet të ndërtu në rregulla të caktuara që më qenë validi kjo shitblerje, për që është haram kjo lloj shitblerjes, pse? Qase ti atë mall që pashet nuk e posedon. Andaj pejgamberi sa ka thonë, la tabi' ma laysa indak, mos shit çka nuk është e jotja. Ajo çka nuk është e jotja, çka nuk është në pronësi komplete tonën, nuk guxon me shit atë. Edhe kjo lloj shitblerjes është ndaluar për shkak se përmban vetë mashtrim, edhe përmban vetë mungesë të informatave, nga se ai që po e blen nuk po e din saktësisht se çka pret Thomas mas atij malli që ai e ka bler. Ose edhe këtu ka mundësi mu përmend edhe një formë të shitblerjes me e shit një send që nuk dihet saktësisht çka është atë. Për shembull, ju dini se sot përdoret ato blera përmes katalogave të ndryshëm ato. Për shembull, njëri nuk e sheh kirrën, as nuk e ka provu a shkon mirë, a nuk shkon mirë, ose si e ka makinën e kështu me radhë, mirë po e ka pa në katalog këtë kerr, që ky kerr thotë tabi, që kaç kushton ato. Don kjo formë e shitblerjes përmes katalogave ato, edhe pse kjo bën pjesë në atë desin tjetër tek shitblerjet bashkohore, mirë po si shembull po do të them këtu se siç ka mundësi më reflektuar edhe tek shitblerjet e kësaj kohe, kjo bazë e kësaj shitblerje, nëse bëhet marrëveshja për mallin që është i prezantuar në katalog, apo edhe ai që e prezanton e din saktësisht se mallin që po e bën është i tillë. Atëherë lejohet me ble nëse edhe pala tjetër është e bindur në prezantimin e tij që ai e bën atë. Qase ju gjithmonë mund të pru këtë mallin me apo dikujt apo. Do të pa tjetër mos e vjen edhe përmes katalogave. Mi përse pala që e shet, mallin nuk është e dikshme, nuk din saktësisht se ai ka çdo cilësi apo nuk i ka, nuk e din çka ka në topta. Atëherë kjo nuk bën me shit atë. Pse? Ka se thash, kjo është përvjedhja e asaj një pej shkaqeve që në shërat janë të mjaftueshme që me bëni lloj të asaj shpirtit me bë haram. E këtë rast është jo informatet e mjaftueshme apo. Sikurse për shembull me shit njëri dietarët un po ciku shembull klasik që ka sik dietarët, ka se jemi të folmi për baza. Apo s'po do më dalë në dersin tjetër që ju e merrni ato me hoxhën tjetër, andaj edhe shembujt i kam selefit klasik, apo thonë që kanë bërë ata përpara, shembuj që ata i kanë sill. Për shembull kanë thonë dietarët e mëhershëm, nuk bën me shit qumshtin e lopës duke qenë ende në xhirin e saj. Apo do të më mjel lopën e pastaj më thonë se ky është qumshti. Mi po ku e din pronari i lopës se çfarë qumshti ka në xhirin e saj? Nuk e din. Apo ai informohet për të, domosë a është kualitativ apo nuk është kualitativ, a ka në smunja, nuk ka në smunja kështu me radhë, masi që del qumshti atë. Nuk ka mundësi me di duke qenë ende, pastaj nuk ka mundësi me di sa del ai qumsht, a është 1 litër apo 2 litër e kështu me radhë. Andaj për shkak të mungesës së informatorëve që ndikojnë në saktësinë e marrëveshjes, edhe ky lloj shitblerjes bëhet i ndaluar. Andaj ka shembuj shumë për këtë, thash kryesor na duhet me ditë se çdo lloj shitblerjes që ndërtohet në mashtrim ose në mungesë të informatave të mjaftueshme
Se kanë të mungon informat me pa me informat nuk është e rëndësishme shumë që njëri të ketë informata të mjaftueshme rreth mallit që po e blen. Mi po ka disa informata që janë censore, janë bazike për me bleti mallin. Nëse çaj informat për shembull, kishte më qenë ndryshe asaj që ti se blen mallin. Apo? Andaj kjo është informat bazike, nuk është informat ansore. Nëse ka këso informata që mungojnë, atëherë padyshim se këto e bojnë shqiplerën të ndaluar atë. Sipas shariatit. Shkaku i dytë është e bën shqiplerën e ndaluar do thotë për shkak se malli që shkëmbehet është i ndaluar. Në komo si me kon aktin ato marrëveshja në rregull, edhe njëri që e shet e posedon, nuk është e llojit parë. Ka informata të mjaftueshme, saktësisht ka zon keq ka do nuk është e llojit parë, mi po jo këtë ato që janë llojit parë veç ato janë haram, ka tjera. Komo si me kon llojit parë këtë rregull, në më blesu kushti, mi po malli që shkëmbehet me kon haram. Apo për shembull me blik kër me drogë. A bën? Nuk bën. Se droga është haram, pavarësisht është e jotja është apo identiteti haram është ndaluar. Do me shit ose me ble diçka duke shkëmby mallin i cili në esencë shëtikisht çaj mall është i ndaluar. Andaj në këtë kontekst përfshihet edhe ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se është ndaluar me shit derën, alkoolin e të tjera aftën, coftinën është harame me e shit atë. Për shembull, më thon dikush, unë po e shes coftinën pse? Po ai më ble aftën. Nuk guzam ja shit atë. Edhe pse ai do më ble. Edhe këtu dalëm te ajo që thamë fillim. Nuk varet gjithmonë tek shefi dy palëve atë. Po duhet që të shikohet në interes tjetër atë. Sigurisht tek puna e kamatos që keni mësuar, ka mos me konto dy palë të kënaqur. Ani unë e pedi çapo bëj, pedi çka kam, unë e pe pranoj vet. Nuk në këtë rast nuk jetja që vendos. Nuk vendos shariati është për mbi dëshirën tënde dhe për mbi vullnetin, për mbi vullnetin tënd apo. Andaj do më jashi dikujt derën është ndaluar. Rrepse pse? Se derën nuk është mall që shkëmbet, është haram. Apo nuk është alkooli mall që shkëmbet. Pasi kemi thënë pe kushtet të mëdha që duhet të shkëmbet me qenë çka? Shëtikisht e liu me dyta me kon. I dobishëm, nëse është i dëmshëm nuk van. Për shembull ndon nganjëherë malli në sens shëtikisht është i liu. Mirë për momentin e shkëmbimit është i dëmshëm. Nuk van me shit. Sigurisht për shembull njëri ti e din se është duke kërkuar një mjet me vrar dikon, allti ose pushk. Apo edhe ti dini se ai më çdo kam vrar. Në sens për shembull shitja e armës është halal, nëse do njëri i ka ato domoni i ka lejen para plake për organe kompetente me shite kështu me radh, ato janë këtë që nuk kuptohen ato. Mi po me shite armë nuk ka haram. Armën si armë ato. Mi po kur bëhet haram? Bëhet haram me ashit diku që të din se ai ka me dëmtu dikon. Apo ti din që ai është i nxehtë, është don i dhunum, edhe ka mundsi me çat mia që merr prej me bë dëm dikon. Atëherë thonë për ty është haram me shite ato. Don kanera e mallin në sens është shërikësh i lejuar, me i poshtë dëmshëm. Përdorimi i tij, atëherë kjo pjesë e bën haram edhe shkëmbimin e tij apo. Prandaj domon që një mall me kon halal në shariat, mu shkëmbim me dy palëve, duhet çka tha me kon i lejuar shëtikisht edhe me kon i dobishëm. Nëse është i dëmshëm, nuk bën. Nëse është i dobishëm pjesërisht, po është i lejuar i ndaluar shëtikisht, edhe kjo është haram. Për shembull me shit alkoolin është e dobishme, pse? Se fiton njëri parë. Mirë po, është i ndaluar shëtikisht, nuk bën me shit e kështu me radhën. Andaj në këtë lloj të shqiptare bën pjesë ato lloje të shqiptare të ndaluara, do thotë me shit më ndërtuar në shqiptare në bazë të shkëmbimit të mallit i cili në esencë është i ndaluar. Thash, auditor kam përmendur shembull të ndryshëm për tyre me shit derën, me shit alkool, me shit cigare, me shit softina, këto janë ndaluara. Pse? Nga se shetë kish janë të ndaluara, haram është ato, nuk bën. Edhe me shit njëri për shembull ndytësina, diçka që është strategjisht e ndytë, apo dikush me shit apo ose sipas domthon haditheve që kanë ndar me shit qanin është ndaluar, shitja e qenëve e kështu me radhë, me shit idhuj që njerëz kanë madhur pas Allahu xhella wala është ndaluar, pse? Pse vetë idhulli është haram, është don qensisht i ndaluar, thon, ose me shit rrushën atij që ti e din sigurisht që ai ka më shndruar në alkool. Eksu me radhën shumëta, sa don në sens ka mundësi mu plotsu kushtet komplet si deri thonë. Edhe është
do të pëlqime zy palve, edhe akti është në rregull, edhe mirë po, malli që shkëmbehet ka mos me kon haram, edhe ky e bën shpirtin të ndaluar atë. Lloji i tretë i shpirtëve është shpirtëria e ndaluar kom përshlim, alhamdulillah. Do të thotë shpirtëria e cila në vetën e saj përmban kamat. Në ka mundësi që e para mos më qenë të lloj parë, po edhe e dyta, edhe malli që shkëmbehet me kon halal. Mirë po, forma që ata e kanë bo marrëveshjen që të paguhet malli ose të mirët malli, përmban vetën e saj kamat, edhe kjo lloj çdo shpirtëre që përmban vetën e saj kamat është haram e ndaluar. Pavarësisht çka blen njëri, edhe prej kujt blen. Nëse përmban vetën e saj kamat, është e ndaluar, qoftë kjo kamat tet edhe 1 cent. Veç 1 cent, më thon. Ka kamata është haram. Nga se në shariat kamata nuk matet me sasi, as nuk matet me përqindje, po matet me të qendrit kamat. A meriton shretikisht me pas emrin kamat, atëherë është rrepsisht ndaluar, është haram apo. Sikur se kam përmend dietar shembuj të ndryshëm të kësaj. Për shembull, me shit, e kemi thënë në ditën e kaluar, me shit borxhin me borxh. Nga se këtu ka mos për vjet kamata. Ose sikur se ka thënë pejgamberi sa në hadithin e tij, idha tabaya'tum bil 'ayna, kur shitni përmes formës saktuar të aina. Çka është aina shërat? Kjo është ndaluar, domosht është haram. Aina është me ble një mall, me ble një mall me afatizim pagesë. Pra për blen të një kërë, për një njët edhe thush, që të kërë apë mashet, për shambull, qikaq, për qikaq muj. Një kërë për shambull 5.000 euro, me pagu për 10 muj. A e thot, u bo për të ashes. Si e blen atë mall, si e blen kërën, thot, qatit njëtit, për cilët e ka blen mallin, thot, apo të blen qitë mall të amin ti, 4.000 euro me pare në dorë. A i thot po për blej. A e merë kërën e vetë, edhe a i që e ka shqit kërën, i ka fitu 1.000 euro, se të kanë mi arë mas 10 muje për këti njeri. Apo, se kjo ka bërsh 5.000, e ka shqit për 4.000 euro. Në kjo është hile në kamat. Nuk marim pare bërsh drejt për drejt. Për shumë, ami 5.000 euro bërsh, ti këthej 6 milione, ty, për 5 muje, për 6 muje, ka se kjo kamat është shqyqara. Mirë po, vendos në diqka mes marveshës ty në që hile për me i në kamata, si kurse bonë sot këtë hila. Ndryshme ato, për shembull, thot blej përmes bankës me këste 0% kamata. Nëse ti e këshyr drejt për drejt, apo këtë marrëveshje që bëhet, domosdoshmë njëra palë është e rrasë në kamat. Po mundshme. Njëra palë është do të e thelluar në kamat, nuk është e mundshme që don banka të çet pa kamat. Kë nuk paramendohet. Mirë po, kështu prezantohet don tek klienti apo edhe ai mendon se 0 kamat është halal e kështu me radhë. Prandaj domthonjë që duhet që shitdera të jetë e saktë, të jetë valide, duhet që asnjëra nga dy palët mos jetë në çat akt e zhytur në kamatat. Po, ai ka mundësi pas akt e tjera në kamatas. Mirë, po në çat në formë, në çat shitdera që na duhet me kontraktu mes ti, çatë s'ka kamat. Se nuk është kusht që ai që punon ti me ta, ose ai që blen ti për ti, me kon ai këtë malli ti, me kon për shembull mos e pas kamat. Ajo është punë e tina. Është haram i tina. Mirë, po është kusht që çaj mall që shkëmbet me sy dyve, çaj marrveshje që në shkull me sy dyve, çaja me ku ne pasë për kamatës, edhe nga pala që blen, edhe nga pala që shet. Po nuk guzon me pas kamat asaj që blen, me po nuk guzon as ti me blen diçka që pagun kamata që ta shet atë. Qase duhet me kon akti i pastër nga dy anë nga kamata. Andaj çdo lloj shitblerë që përmban vetën e saj kamat është i ndaluar pavarësisht tash sa është përqindja e kësaj kamate, edhe pavarësisht se cila palë e merr përsipër pagesën e kisëve me kamat. Kush shyrët apo? Nëse akti marrveshja me dy palëve ndërtohet në çfarë lloj forme të kamatës, atëherë kjo e bën atë të shitblerës e bën haram apo. Ose sikurse për shembull njerëz thash përdorin hile të ndryshme për të kamata. E pat një formë që e ka cik, është formë klasike, ka cik përpara pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po është edhe në këtë kohë, nëse me forma të tjera apo. Do të blen një mall me se ai sekondë me blet mall. Nuk është për shtim malli që blet, po është për qëllim të arrihet kamata, hilja në kamata. Do të blen një kërë thash 5.000 euro e më pagu për 5 muaj. Në moment si të merr kirën, apo se merr kirën, i thot pastaj atij që e ka shit, apo e blen për këtë kërë për 3.000 euro parë në dorë. Edhe jep 3.000 euro. Ky që ka shit kirën kus ka pas parë as me ble as me shit. Apo ka bëu diçka hile, edhe e ka marrë ti 3.000 euro, në moment i ka bëu 3.000 euro, edhe që ato 3.000 euro tani ja kthen ai 5.000 mas
5 muaj. Kjo është kamat, kjo është rrepsisht e ndaluar, edhe pejgamberi më ka përmendur se kur përhapet kjo lloj shërbimi tek njerëzit, atëherë do që Allah xhallahu ka më dërgu portërsi në çmim mbi kokat e tyre. Andaj edhe forma tjera që i kanë sik dietarët, për shembull, sikurse me i kontraktu dy lloj shërbimit me një akt, me një marrëveshje apo. Njërin ekip për shtim me ble, në tjetrin ekip për shtim që çka të fitojnë para apo, të fitojnë kamat në çmimin e të paras apo. Andaj kjo është e ndaluar, çdo lloj shërbimi duhet ta ketë kontratën veti. Duhet mirë mi vesh në vetë apo. Për shembull, i ki me ble një gotë, edhe ki me ble një fletore. Apo? Edhe thush, për si fletore, çdo dy apo do mi ble, edhe thot për shembull, ani u bë çit gotë ma pagu më njëre, e këto mirë vesh dikur, e kështu me radh, kjo dy ka mundësi ti përvidhet kamat apo. Duhet më një çit gotë po ta ble me parë në dorë, apo u bë largo gotën. E këto fletorën çu shpjegojmë tash, ja problemi që do çdo akt me kon i ndam në veti, për me kon e sak se sllallaj i shiblerës apo. E dy lloj shiblerë nuk bën të jenë në një marrëveshje apo. Edhe për çfarë arsye? Thash se për shkak të mundësisë që të përvidhet deri tek ai lloj shiblerës përvidhet kamata. Andaj është i ndaluar. Tjetër formë e shiblerës e cila është ndaluar është një formë e cila është ndaluar për shkak të dëmit edhe të mashtrimit. Çka nuk kupton kjo? Ka shumë lloje shërbimit në këtë formë që dietarët i kanë ndaluar. Do çdo lloj shërbimi i cili e dëmton njërin nga dy palët është i ndaluar. Çdo lloj shërbimi i cili gjatë të cilit keq përdoret mendje lehtësia e njërin nga të dy palët bëhet haram atë. Edhe pse ai me çeve ka shit, nuk bën. Kadia urdhon me akthy mallën. Nga se është njëri i mashtruar atë. Si ka ndërsinë e shariatit atë. Që e mbron njërin kur nuk din ai as vetën e tij me mbrojtë. Një pikë një lloje të shërbimit e kanë përmend dietarët e quhet beju nejesh atë. Do nejesh çka i bën? Për shembull, tregtari e bën një grup njerëz, zakonisht që ndodh në raste licitacioneve të ndryshme ato. Për shembull, kur bën oferta, top ankande të ndryshme ku shitet malli, për shembull kush po jap më tepër ato. Kjo formë shërbimi është thon me kushte vetë është e lejuar. Ka mundësi që të jetë e ndaluar varësisht për përcimit të kushteve, nuk është kjo tema jon tash ato. Kryesora nëse në këtë formë shitet, atë tregtori çka bën? Për shembull, thot i merr 4-5 vet, edhe i thot ju rrit në çmimin ato. Apo rrit në çmimin. Ata se kanë të më bli. Mi po që të mashtrohet dikush tjetër, edhe të merr çmimin e mramti. Çmimi më të lartë. Me mora apo. Ose kjo ndodhet edhe në treg të tjerë ato për shembull. Bon 2-3 vet, apo thonë ti pi jap 2000, atë kimi kap 2500 spjallë apo. Ai ran. A do të thonë se ai se ka një domon me ai që jap 2500 euro nuk ka ne me blet kërë ato. Kjo është ndaluar pse? Nga se dëmtohet pala e tretë që nuk din çka ka bëu ato. Andaj për mbrojtje atë palën për shkak se nuk din, haram bëhet shërbimi këtë rast. Ai që e shet kirrin këtë mënyrë e ka ndaluar. Ai që shet telefon, ai që shet pantolla, ai që çka do të shet në këtë formë? Duke e ditë se e ka shih këtë mall duke u bazuar në mendje lehtësinë e klientit e konsumatorit, edhe në dëmtimin e tij bëhet haram ajo para që e ka marrë piti atë. Edhe kundërta. Shumë dikush e ka një mall po nuk di sa vlen. Apo edhe thot valla unë e kam çitkar me shit atë. Edhe dikush sa më thot ai shkojmë te mjeshtri, sa ta vlerëson ai na unë ta do kirna. Edhe shkojmë te mjeshtri, edhe mjeshtri për shembull ja merr mendja apo thash disa bën nga ignoranca, disa bën nga epshi. Edhe thot, mos i pon vet, përgjigje bën 500 euro për shembull. S'ka pa para kurrë. Edhe thot ti ndash me leçit kër, çu i keri bën për shembull 3000 euro, edhe merre më herë mos gabon më shumë se është lirë shumë nuk e gjon kështu, edhe një normal i beson mjeshtrit, se keri mirë, ken rregull, mjeshtri di këtë punë, edhe keq përdor mjeshtri ignorancën e këtij, edhe blin kirin 3000 euro, pastaj 2500 euro japet pronarit, 500 i merr mjeshtri, çto 500 i ka haram mjeshtri, i ka 2500 haram, i ka ai që i ka marr, ka se kanë mashtruar klientin e dytë. Po, me kon që është kështu thot mjeshtri. Thot ky kër bën 2500, unë do ha kontam se kum fol, se kum kshyr 200 euro, 2700 euro bën. Ai e din klienti që e blen. Si këti e ka 2500, e këti e ka 200, këtë rregull është. Se është nuk është ndodhur në
keqpërdrim, as të mashtrim, as nuk është e ndërtuar në mendelësinë aty që po blen, s'po din. Këtë rast po, mirë po, më marrësh dy palë për ta dëmtuar palën e tretë, që ata të përfitojnë, ky lloj tregimi është haram. Pse thamë është haram? Nga se ka një palë që këtu dëmtohet apo. Pavarësisht ai që shet ose ai që blen dëmtohet, për ta syje e bën të ndaluar këtë lloj të shitblerës. Edhe në këtë dietor kam përmend lloje të ndryshme të shitblerës, sikurse un po flas përsëri, po flas në format klasike, sa dietor i kanë ndërtuar pasaj gjitha format të bashkuara të shitblerës. Për shembull, përpara ka hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nehan nebiu sallallahu alajhi wasallam an talaqqi ar-rukban, ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në takimin e dy grupeve. Është dy kushte çu mund ta ku dy grupe, çka ky kuptim apo hadith. Ky hadith ka kuptimin që përpara njerëz kanë ardhur për shkëtinave të thella, me shit, mall në tyre brenda në qytet. Edhe tregtarët e pandershëm kanë shkuar në fillim qytetit atje. Edhe i kanë thonë, sa vjen ti në treg atje. Ai treg nuk ka për ty, ti s'din aty me shit. Aty ka njerëz eksperta, ka njerëz domon shumë çkatave. Ti e ke mallin e mirë, po nuk shit të vëllama. Ki mu lodha ti, ki mu bosh menzime, edhe ki mu kthi para shit mallin atë. Shit në dhe mallin që top, që ta ashtim mos u lodheq, çe parat, edhe e ki të sigurt atë. Edhe ai nuk din. Mendon se ç'është? Edhe e shet mall. Do të ndryshon me mashtrim, se po mashtrohet ai. Edhe marrin këta tregtarët e pandershëm, pa moralshëm, mallin e tij, edhe nga sa ata e dinë se tregën e tyre kushtet, shit të bëhet dy fishë mall mashtet atë. Në kjo është ndaluar. Çfarë do të formë ti atë këtu? Qoftë asaj forme klasike apo qoftë në formë bashkëore sot apo? Në njëri për shembull se ka mall, por nuk din çmimin e tregut, nuk e din çmimin faktik, real të tregut, edhe më shku dikush për shembull, ai që do më shit shtëpinë, më shku ata që mirën me patundëshmëri apo thonë, më thonë që ti badjoj më kësaj nuk shitet kështu më radh, edhe ja marr me çmim çfarë do kuft, ky lloj mashtrimit e bën haram atë lloj të shitblerës, nga se dëmtohet në pikën e dy palëve. Për shembull, asnjë në shariati, çfarë sa është i mëshirshëm subhanallahu. Do çfarë theja ato, do të çka e mbron interesin e përgjithshëm të njerëzve, edhe individual të atyre, edhe në ato raste sikur të thash kur ata nuk janë të mundshëm edhe të aftë me mbrojtje këtë interes ato. Madje, nëse ndodh mund të shku marrveshja. Për shembull, se do ta cekim pak më gjithë matutja. Nëse dikush e ka shit një kerr. Mirë po atë kerr e ka shit shumë lirë krahasim me çmimin që më dona i kerr. Ka se s'ka ditë, është mashtruar. Atëra sipas ligjit islam e pa ditë kënirin gjyq, edhe kadia urdhnon që më ia kthy kerrin këtij njeri nga se s'ka pasur në formë blerë. Don gjykatës islam e anulon marrveshjen edhe i kthen palët në gjendjen e mëparshme para marrveshjes. Don gjithkush me mallin që e ka pas. E pastaj i thot atij që e ka bli. Para se më ia marr mallin, i thot, "Çi ky mall kushton çikaq?" Pse? Nga se ekspertët e kësaj e kanë vlerësuar çikaq. Nuk kam mëse thonë, "Jo, ne ja do çikaq." Nuk vjen kjo pite. Don shariati islam i vlerëson ekspert, e vlerëson detyrin. Nëse eksperti lanë saktuar me vlerëson se çi kjo është shtot, atëherë mirë mendimi i tij, nuk mirë mendimi i palës tjetër atë. Don duhet me pas komisione, të cilët do të thotë çka, janë eksperta për vlerësimin e çfarë do lëlamia. Edhe ai vlerëson se ky kerr ti e ke bler 2500 euro, ky kerr në esencë kushton 4000 euro. Nuk ski mundsi, eksperti din këtë punë. Mirë se din këtë punë. Nuk i mundsi me bler këtë mall në 4000 euro, pa mundësmërt. Nga sa ai din tregjet, i din çmimet, i din vlerëtat, i din materialet, i din këtë punë. Atëri i thuhet blerësit të parë, blerësa që ka bler kerrin. I thuhet a pikson në 1500 euro, kerr është jote. Ti je ma hakliu me blerje ti. Se ti e hi në rreshje me të mas parë. 4000 euro. Nuk po të mjeshtë 1500 euro, që 2500 euro, këthe janë njërët kjera. Nga se ke dëmtu, nuk banë mu dëmtu. Shëriatë, thot pejgamberi, la darara, wa la dirar. Nuk ka dëmtim dikujt, zgudzon me dëmtu kur kush kërkonin, mi përdaj që është i dëmtum, nuk gudzon me këthi damin me dam. Kjo është një për 5 rregullave, shtyllave, që mbi to ndërtohet shëriatë islam. S'ka dam, nuk gudzon kur kush mu dëmtu. Kush do qoftaj, çfarë do të jetë feja e tij, çfarë do të jetë ngjyra e tij, çfarë do të jetë përkatësia nacionale e tij, e kështu me radhë, kush do qoftaj, nuk guxon të keq përdoret, çfarë do lloj shkaku për mashtrimin e atij personi. Për shembull, më thon, këtë mall peshesh, ky mall është 10 euro zakonisht, mirë po,
të vjen në tjetër nacionalitet, nuk ka shqiptar, ose nuk ka musliman. Thosh, çfarë optimi se këta që musliman apo ble shëtë të rrethor haram është apo. Muslimani nuk rran, as nuk marson. E shet mallin sa është apo. Nëse çdo marrëveshje thashë ndërtohet mashtrime, edhe ndëmtim të palës, sa do qoftë e palë, kjo e bën haram, shilbjerën. E këto shilbjerën të lloj-llojshme apo. Thash, e ceka një beju negjesh që të mbledhen tregtari me disa grupe thotë rritë çmimin për kët, ose me shit në atë formë që me kallëzu se në treg është çikash e kështu me radhë, ose e kanë thënë dietar për shembull me shit njëri ose me blen njëri për mbi blerën ose shitin e mallit të vllahut vetëm. Kjo është haram, që dëmtohet vllahut musliman. Për shembull, një musliman është ka shet një mall të saktuar, edhe ka hyrë në kontratë me ata. Ai ka hyrë në kontratë me ata. Ka është të ble ato, tash më çu dikush më thon ka dal, apo do më ble për me apo unë tash edhe mali se çika apo. Nuk bën. Do të më thonë që ata njerë muda, kur dan ata, shin marr vesh spodon, pas atë vëllam se ble për ti çonë tash as mali ndash apo. Mi po kur të ndahen, mi po ai nuk guxon me hyn marrveshje duke qenë ata ende negociata apo. Është ndaluar apo. Nuk bën me u fut në negociata ku ata janë ende duke negociuar. Do të më pritet që të largohet pala negociuese e pastaj të futesh në marrë. Pse? Dëmtimi. Dëmtohet muslimani dhe futet urrëta mes muslimanëve. Ose më që futet urrëta, nuk guxon me hije. Shikoni se sa e pastër është tregtia e Islamit subhanallahu. Nuk lejon kështu lloj mashtrimesh, kështu lloj dëmtimesh që ndodhen në mesin e njerëzve. Ose shibdirja duke është haram ndaluar me shit diçka duke mos e tregu komplet mangësi që i ka malli që përshet jaftë. Një malli ka një mangësi caktuar, edhe mangësi ndikon në cilëtetin e mallit, ndikon në funksionalitetin e tij, ndikon në përfitimin prej tij, e kështu me radhë, edhe ti nuk e tregon këtë dobësi atë. Edhe kur të dugos, sikurse do thotë ndodh edhe mos se këtë. Po, me konë që njeri ka argumente se ja ka shit mirë, në rregull e ka shit, e pastaj dëmtimi ka arë pasi që po marrësha, ka të tërpunë. E po nuk guxon me shit diçka pa tregu se çfarë dobësi ka. Çto dobësi ka, dash me bleje. Ai ka bli me dëshirë të vet. Apo se kanë kanë mos i më koni se një dëmtum në aspekt, i pa i kthyr aspekte të tjera. Thotë ky dëmtim mua nuk kum dëmton. Edhe e blen. Pra sigurisht se mirë se që blen kerën e prisht. Ai rrezet është dëmtum, i prisht, mi po mirë është i krym punë. Pse? Sa e rregullon ri paran edhe shet, pastaj të rregullum. Ose çka do qoftë tjetër. I pa e ditë kët. Dëmtim, pa e ditë kët. Domthon tmetje ka ky mall, nuk bën. Gjithashtu është ndaluar me shit një mall ose me vendos kontratë të shitblerës me një palë e cila i lufton muslimanët ose i dëmton ata aftën. Pra nëse dihet me një vend se një shtet i caktuar ose një ushtri i caktuar i lufton muslimanët në atë vend, atë nuk bën musliman me qil dyqan afër asaj ushtrie që ata me ble aty mall taj. Ndaluar është. Pse? Se ti po i ndihmon me kët qëndrimet e tyre ata tek muslimanët. Do të thotë dëmtim. Nuk bën. Pra nëse kurse tash në përso vende që vende muslimanët të okupuar. Apo edhe thashë dikush më shku për shembull, sikur se ndodhi puna në Gaza që e sulmoi Izraeli, Gazën apo, edhe okupoi edhe sulmoi edhe ishte sulm, domthonjë që gjithë njerëzit e mëshëm, gjithë njerëzit e lidhur të kësaj bote e denuan këtë akt, edhe e vlerësuan se është lloj okupimi. E tash më shku dikush aty, ushtria ka qenë lloguruar, normalisht afër, aty kur ushtria lloguruar s'ka aty supermarketa, normalisht ato nuk llogurohen në kësaj vende. Ai më shku dikush kësaj ushtrie që vranë pren musliman, më shku mi ushit edhe buk mi marru nuk bën. Edhe ujë mi ushit nuk bën. Kur që ndaluar është rrepsisht. Pse? Si ndihmohet armiqve të Islamit kundër vllazëve të tij kundër Islamit. Prandaj kjo është rrepsisht e ndaluar. Thash për çfarë arsye? Nga se ka këtu palë të dëmtuar. Bile këtë rast është pala më e dëmtuar Islami edhe musliman, andaj nuk bën, nuk është e lejuar. Tham domosdoshmë të shpjegoj se është haram për shkak se ndërtohet në mashtrim edhe në dëmtim. Dëmtohet nga palëve, atë sa herë ka dëmtim, ka haram. Çka rregull? Sa herë ka mashtrim, ka dëmtim. Ka edhe është haram. Çfarë do kofta? Njëri din kur është nisën mashtrim apo. Sa herë të din se këto po mashtrohet dikush ose po dëmtohet dikush, dije se është haram ajo forma e përfitimit që rrjedh prej saj.
Edhe këtë fundi që ka shumë rëndësi, do thotë që se njeri me kontributin e tij, me mallin e tij, i kontribon një palë që dëmton Islamin ose i vran musliman, haram është me shit apo. Edhe pse po kia e tira malli, edhe halalla çka shet, mirë po për shkak se shkon durt aty që forcohen për me dëmtu musliman, është ndaluar me voksi lloj shitëre. Haram është ato. Ai duhet të jemi të kujdesshëm këtë pikave. Edhe lloji i pestë i shitëve të ndaluara është për shkak se malli që shkëmbet ndikon në largimin e njerëzve nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Po të haram. Kjo s'ka është nësni ligj të ekonomisë, a nësni ligj çfarë do kuptoj për në Islam. Do të jetë haram shitblerja, pse ajo formë shitblerjes e pengon njërin që tjetër robi Allahut azza wa jalla. Ti nështrohet unave të Allahut subhanahu wa taala, bëhet haram e shitblerja. Për shembull, me shit në kohën namaz xhumas. Apo këtë komo si me kon rregull, këtë është haram. Mirë, po ajo kur ti shet të pengon për me kon xhuma, haram bëhet atë. Se këtë rast do të me kon njërin xhami, jo në treg atë. Andaj Allahu jalla wala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a fas'au ila dhikrillah wa dharu al-bay'." Ojo që keni besuar, kur thirret për namaz në xhumas, do të thirr ezani i xhumas, fas'au ila dhikrillah. Shpejtoni, ti përgjigjeni thirrjes së Allahut azza wajal, wa dharu al-bay', edhe lani tregtin. Lani automatikisht tregtin. Njerëz këtu bujnë hile. Ai vetë ndodh që shkon xhumo. Mi po e lën një gru. Atë gruaja se ka bërë xhumon. Sa i, gruaja se ka bërë xhumon. Mi po ai që vjen me ble ka bërë xhumon. Ti keni mua atë që me konte ti mos me kon xhumon. Se me kon që për shembull veç gratë blen atko, sprish punë. Ose tregtia në rast është haram për ato që ka bërë xhumon, jo ato që ka bërë xhumon. Apo nëse gratë në për shembull në kohën e xhumas, gruaja ishte diçka grus. Halal është. Shiblerja është në rregull. Haram është, domthonjë çka? Shiblerja për personat, qoftë me shit, qoftë me ble, për personat të cilët e kanë bërë me falë namazin xhumas. Andaj nuk bën as me shit atij që ka bërë xhuman, as nuk bën me blepi atij që ka bërë xhumas në kohën e xhumas. Pse? Gas na kemi thonë do të vjen lloji i 6, na kemi thonë se pe kushteve të lidhjes së marrëveshjes mirëfill të lejuar me shariat është edhe dy palë me kon rregull. Apo, nuk kemi thonë e para me kon dy palë rregull me kushte veta. E dyta me kon malli kontraktues që shkëmbet me kon rregull, edhe e treta me kon forma që bëhet oferta dhe bëhet pranimi me kon në rregull. Në këtë rast për shembull, ai që e shet mallin në atë moment kur e ka përbërë me kon xhuma, ai e ka të ndaluar me shit. Ai nuk është domthon i autorizuar me shit. Ai ka të kalu kufin e vetë. Andaj ai që ja blen i ka ndihmuar këtë kalim atë. Allahu xhelal na ka thonë wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa. Ndihmoni punë mira, mos i mani në gjinoha atë. Në çdo ndihmë që ndihmon diku në vojëna është e ndaluar atë. Andaj unë këshilloj vëllai që kanë dyqane ose punojnë treg ose ku do qoftë atë, ti ikin kësa hile atë. E mbyll dyqanin vëlla, pavarësisht se kanë kelinat atë. Pse? Nga se ti ki mundësi më ndikon se ka bërë xhumon, me ka mundësi masi më umush dyqanin me ata që kanë bërë xhumon atë. Andaj unë preferoj atë i them që mbyllë vëllafën, nga se me kënd mbyllje i ka arrit shumë mira. Një pyetje e ke ik dyshimet, minimumi kësaj çka është atë. E para, e dyta e ke ngrit simbolin e Islamit nalt, duke treguar se në këtë vakt s'është vakti me ble. E çoni ju ka thotë që kam shënë dyqanin tëm. Ka sa musliman duhet me qenë praktik, për me treguar njerëzve se feja jonë është ajo që e ka ndaluar këtë, edhe mu krenu me këtë ndalesë, e jo me kërkuhile me shkum shef në xhumë e me pa tjetër që kjo xhumë po punojnë, s'ka probleme kështu me radhë. Na duhet që bre ato përmes ato që posedojmë. Na nuk posedojmë shumë. Nuk kanë mundësi të mëdha që të diktojmë rregullat e jetës tek njerëzit ato. Nuk kemi mundësi që na me ndonjë fuqi të caktuar, me ndonjë organizim, polici të caktuar me të mbyllim dyqanet, siç ndodh në vende ndryshme. Në botën arabe, në Arabinë Saudite për shembull, gjojnë për xhumë. Mirë po, për çdo namaz e kanë obligim me mbyll dyqanin, nga se duhet me kon xhamin atë vakt ato, jo me shit. Kryesoria, na skema si fuqie. Mi pa këna fuqi që dyqanin tonë me atë qesin po. Këtë ak bëre spaku, çita unë më me babën. Edhe me qita të më të madhe, gjindemi në namazin e xhumos. Që deri kush vjen, më thon çora pse. Ai e din automatikisht se ai është zot me kon xhumo. Unë jam i bindur se ai që e sheh këtë letër këtu, edhe është dirë mshin, spaku diçka ka me kriju taj në brenda. Nuk e lën bash indiferent tek ashtu më kthyave.
S'po ke ngacmon të mësh me di se a pëshë, edhe unë kum gabu, edhe unë këna duhet me kon atje. Atë kjo është lloj daveti atë. Ku e din ndoshta dikush nis me fal xhuman për shkak të asaj letre atë. E ti ki sevapin tën apo. Pa do të thotë që duhet jemi të kujdesshëm këtë aspekt që të kontribuojmë davetit islam me gjitha aspektet e mundshme. Andaj lloji i tërësisht ndalun për shkak se ai lloj i shiblerës do të thotë i pengon njerëz për adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. E këtu hyn edhe me shit mjetet muzikore atë, me shit gitare, me shit violina, me shit harmonika, haram. Pse? Nga se muzika është e ndaluar, edhe Allahu xhalla wala kur ka përmendur se muzika është ndaluar, ka thonë: "Wa min an-nasi man yashtari lahu al-hadithi li yudilla bihi an sabilillah." Ka për njerëz që shesin e blejnë fjalë të kota. Ibn Mesudi ka zbetu 3 herë në Allahun xhalla wala, ka mbetuar në Allahun e Madh se ky ajet në surën Luqman e ka për muzikën atë. Kjo është komenti i Ibn Mesudit radiallahu anhu, se komenti në këtë rast shitja e fjalëve të kota e sen që s'bojnë dobi është shitja e muzikës atë. Sikur sa për shembull shkon kënan fjalë pa lidhje, në skur fa kuptimi s'ka, edhe 10 euro bileta me hija. E çka ka paguaj kur çesh? Çka Allahu el hadith? Çka është fjalë të kota? Çka ka Allahu xherë? Se me pagu për shembull, mat një kurs matematik, gjeografi çdo koft, 500 euro me hi. Halal është paguje 5 euro, shkojmë sa, se kur dish ke mësuar diçka. Apo, i po shkon njëri kurse më smengu, sa smur vesh atë. Edhe 10 euro, 20 euro pagu biletën, kjo është vallahi lahu el hadith. Që kjo është Allahu që i ka thonë fjalë boshe. Kota, s'kam kur far baze të përfitimit tek njerëzit. Andaj në këtë hyn edhe asumit muzikor. Pse? Se nëse prodhohet diçka, çfarë do bie ka që don në shat gitarën. Përmes saj dhe ndikoj që njerëzit largohen nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Nga se vallahi nuk është përvjedh muzika në zemrën e dikujt, e që zbashku me to nuk ka hi edhe ligështimi i fesë dhe dyftësia. Kjo është domthon vlerësimi këtë ulemave të selefit apo. Kështu ka thënë Imam Maliku, kështu ka thënë Imam Abu Hanifja, kështu ka thënë Imam Ahmedi, Imam Shafiu, këtë ulema të mëdha. Bile ulemat më strikt në ndalimin e muzikës janë ulemat e mëdhëbit Hanefi apo. Ata që thirrën në emër të tradicionalës, ata që thirrën në emër të islamit autokton, islamit Hanefi apo, ata duhet me kon më të larguar nga muzika apo. Nëse mëdhëbi i cili është më rigoroz në ndalimin e muzikës është mëdhëbi e Abu Hanifës apo. Sa që Ebu Jusufi, njëri nga nxënësit e afërt e Abu Hanifës, nxënësi më i afërt, edhe njëri nga përhapësit më të njohur mëdhëbi e Hanefi, ka qenë Ebu Jusufi. Ai thotë, nëse ndëgjon muzikë me një shtëpi, jo të mengu, kjo është shprehje. Thotë nëse ndëgjon muzikë me një shtëpi, të lejohet me në atë shtëpi pa leje me onon muzikën apo. Do me në shtëpi, po kjo ka gruz bulume, po kjo ka burrë me grun aty duke, apo gjithçka ka mos më pas. Ai keni kanë lu këto. Nuk ke këto, nuk mirën parasysh, nga se muzika është sherrri më i madh. Që thotë Ebu Jusufi apo. Ç'tan Hanefit. Andaj domthon, ku janë Hanefit për këtyre Hanefive subhanallahu. Prandaj është ndaluar rrepsisht, kjo s'ka lidhje do thotë çka? S'ka lidhje me muzika me mëdhëbe. Sigurisht se plotësi kanë përzime me mëdhëbe. Apo na këta do më na dal që mëdhëbe tien sigurisht në konflikt tjetër. Unë mund kujtohet kur ishim në medrese, disa i thëshim kanë se kjo punë është haram është kjo. Jo muzika, po ai ishte haram me këtë mëdhëbet e mundshme ndin që janë haram është ajo puna. Se kjo është haram te Shafit. Don kur ne kemi kallzu që unë kam halal, unë jam Hanefi, do në udhë bla në çmim mëdhëbet në vitin në shkollë. Shkelje, përdhosja. Don këtë ka halal, këtë ka me hapsh, këtë ka me kojtje është Hanefi. Këtë ka me shtrëngim, këtë ka me kufizim është e mëdhëbet tjetër. Kjo në çmim, kjo është përbuzje, kjo është fyrja më e madhe që është bëu Abu Hanifa sapo. Andaj ata e finë Abu Hanifa, jo ata që thonë se Abu Hanifa e ka përdorur në hadith dhaif, na e përmarrim Ahmedi se ka përdorur hadith sahih. Kjo është me çmuë Abu Hanifa, nuk ka në çmim. Në çmim e Abu Hanifa është ai që në këtë formë e përdos edhe e shkel mëdhëbin e Abu Hanifës duke gënjy, thjesht duke gënjy për të, edhe duke i ngjit atë fjalë që ai kurrë as i ka thonë, madje i ka luftuar gjatë 30 fjalë të tilla. Andaj do të më thënë sahih, na jemi me mëdhëbin e Abu Hanifës, edhe me mëdhëbin e Shafiut, e Malikut, nga se mëdhëbi dy ka qenë kush? Mëdhëbi Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Çfarë mëdhëbi i kërkuam ata? Ai shitja këtyre mjeteve apo tek muzika i është ndaluar rrepsisht, haram me shit. Ai që fiton përmes mjeteve muzikore ka fituar haram. Sikur se me shit alkool, sikur se me shit me zderrët, njëjtë sikur se me shit mjetet muzikore. Është ndaluar apo. Ai që domon e ka ndonjë mjet muzikore të shtëpia duhet me e thy
nëse e pendu pi saj, nuk lejohet sytja e tij apo. Pse? Nga se me kësit e ti ke mundsu dikujt të largohet nga rruga Allah xhalla wala ose të harron Allah subhanahu wa taala. Ibn Qayyim thot apo nuk bashkohet në zemrën e njerit hubbu el-ghina wa hubbu ar-rahmani. Apo nuk ka mundsi mu bashku me dash Allahun edhe me dash muzikën me në zemrën e pamundshme ashtu. Nuk bashkohen të dyja apo. Nga se ose ki me dash ato që po kënohet në kong ose ki me dash Allahun xhalla wala. Nuk ka mundsi të dyja me dash apo. Nga se kanë dikon apo. Për arsye është ndaluar nga se largon njërin nga përmendja e Allahut subhanahu wa taala, andaj është e ndaluar ose me shit libra, me shit gazeta, me shit çka do qoftë që ka në veti fotografi don telefonat ndyta kështu më radh, nga sa ato i pengon njerën nga rruga Allah xhallahu ala, ose me shit edhe kaseta ose libra që nuk ka fotografi të topta, mirë përmbajtja aty është përmbajtje devijuese. Ka libra që kanë devijimin to. Libra që promovojnë besim stramt, devijum, jo besimin e Ahlusunnetit ol Xhema, ose promovojnë kuptime të caktuara të fesë, devijume, ose filozofit kufrit, që përmban vetë kufër, e shirk, e devijim, haram më ato libra ato, edhe ato kaseta, ato keq ka kanë këtë, është ndaluar. Për çfarë arsye? Ka se besimtari nuk fiton llogaritë të fesë të tij ato. Sikur disa dietar të më bëran me të vërtetë në dobi, çunë komponentu pisojnë këtë aspekt, që u bërtë edhe ju apo. Thekë një bidietare bashkëkor sot, dhe ki fatkeqësia më e madhe që ka ndodhur në kohën kur është pikturu mizoresht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk është pse është pikturu që është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Na këtë e kena pa se është pikturu në këtë formë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kanë vlu zemrat e besimtarëve që kanë bëu që po prapa devijimi, po nënçmuan, po përbuzet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ajo është e keqe. Mi po kur e sheh pikut ka buru, nuk çuditesh apo. Sa to që ka bëu Abu Leib është mezi, sa që ka pikturuar apo. Ato që ka bëu Abu Jahli, nuk pejgamberi edhe vetë ka pasë e ka përjetuar në çmim të tillë apo. Nuk ka qenë për të, nuk ka diçka e reke për të apo. Mi po më e keqja ka ndodhur çella apo. Se musliman është dëshmuar se hajnë me nderën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çish hajnë me nderën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Për shembull, sa është kërku apo që nëse është pikturu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një shteti apo në një banor të një shteti, edhe ai shtet nuk merr masat e duhura ndaj atij njeri për ta pranuar këtë keqje, duhet me bojkotuar shet komplet. Me bojkotu. Ose pas ditës spak më kurrë me ta. Apo edhe sa herë do të thotë ka ndodhur që as nuk e bojkotu as pe shteteve, as pe individëve, as pe kërkuta apo don s'ka qenë gjendje kurrë me bë për ose bërtimës, ofshamës, protestave e kështu me radhë në lidhje me mbrojtjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do çka aty po nënçmohet nderi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe njerëz të hajnë me këtë nder. Pse? Se lëshata nga se fitimi është më i madh atë. Ka fitim këtë punë, po më qet më mirë atë. Ne vëllai dosh në libër. Do të ki fitim të atë. Do të nice ditë ki fitim të sahi. Do të në çka do ki fitim të bisat. Mi personalisht na e libra atë njerëz nuk e njohin rrugën e Allahut xhallahu ala. Ne devinojmë personin. Nuk njohin në ligj të Allahut kozmologjik, libër shkencor, libër diçka që ka bër. Ose njerëz në të kaset, ose çka do kofta atë. Atë çka do në fitimi në kıyamet. Kur do të rreshtohet ai njeri subhanallahu në radhë e armëjve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në radhë e armëjve të Allahut subhanahu wa taala. Çka vjen pasunia? Wallahi miliardë dynjas më dhon, nuk i kryen punë për Allahut subhanahu wa taala. Pastaj njëri nuk duhet më menuvesh në fitim apo. Nuk duhet më menuvesh në ato se po më qet mirë, po duhet më menues se me këtë vend që kam duke bëun atë. Pastaj kjo është ndaluar, nëse thash i pengon një nga rruga Allahut subhanahu wa taala. Tjetra e fundit shqiptire të ndaluara për shkak të mos plotësimit të kushtit nga njëri për dy palë atë. Mos aftësisë për të shit. Do njëra për dy palë është shëratikisht i pa aftë për me shit. Se mbas shariatit ai njëri nuk është i aftë me shit atë. Andaj shqiptirja edhe vendimi i kontraktës me të është i ndaluar. Për shembull, me fëmijën sikur se kemi thënë. Sa herë ka ndodhur, do të thonë që një njeri e ka një pasurinë në shtëpi, edhe fëmiu nuk ka vëj 2 vjeç ato. Edhe 10 vjeç, edhe 12 vjeç fëmijë ende ato. Edhe ka pas më dalë me shok dikon, ose kanë pas në
takim caktuar ose ka pasur në interes caktuar, edhe ka marrë ka shit arin e nonës në dyqan atij apo. Sa ka njerëz ato të tillë që në dyqanet e arit e kanë keq përdor apo këtë shitje fëmijës dhe kanë blerë arin me shpirt më të lirë të mëshme, atë ka ai më ka shit ato. Ose në mall caktuar tjetër ato, në pasuri të babas tij që ka pas e ka shit, edhe njerëzit e kanë përdorur e kanë marrë, pse se me qef ose ka marrë me dhunë ato. S'ka me qef. Se e shes se fëmia po shet gjëra, cilat nuk i përkasin moshës ti me shit. Po, a kemi me bler fara për fëmijës në rrugë nuk prish punë. Sa në sens nuk ka diçka në dëmtim në tablo. E po ti po shef fëmijën e vogël, 10 vjet, 11 vjet, 6 vjet, sa të që i kapët, nuk është moshë të pjekurisë, është fëmijë është e ende apo. Po shet gjëra të vlefshme, që në sens apo njëti nuk shet çashtu apo. Nuk ndodh në fëmijë me shit domon gjëra të tilla apo. Atë kjo është sinjal i mjaftueshëm për të më kuptuar se nuk bën më shit nga se ky njeri nuk është i aftë me nënshku marrëveshje me ty për këtë mall që të shkëmbehet me çuve dy vaptë. Nëse jo po shkëmben i mall me zvete. Ai që po e shkëmben mallin nuk është ja për çet mall atë. Po me kund diçka më tjetër po. Që për çet mall nuk është ja me shkëmbim atë. Dhe nuk bën me bler atë. Nuk bën me bler është haram e ndaluar. Ose me bler për njëri çmend apo. Dihet që njëri është psikikisht i smut atë. Apo ose ka momente këtu kur ajo smundja ti don për shembull e gërsohet edhe e rrokën ato don sulmet pak më agresiv më të mëdha edhe në moment ai nuk din çka bën edhe me kët pena njëri dehun apo një që është i pit nuk bën me lipiti apo derisa çpihet se s'ka vetë dije nuk bën me keq përdor hallin e njerit edhe pse ai ka për vetën në gjendje pasi na jemi në pshishëm të ty apo ja çpiu njer pasaj shit apo sa njëri ka shit sa mallin subhanallahu ha e ka shit, bëva kja shpin, ka ndodh njerëz apo çikat i kanë dhënë. Në moment kur kanë qenë të deha, kur është shtëpi ka pa që ka mirë, po ka qenë vonë nga se kanë shku vetë marrveshën dhe pranimin ato. Ai në një moment kur nuk e ka vetdin me veti, nuk mirë parasysh çka do të del piti apo. Çka do të del piti nuk mirë parasysh apo. Don as çka shet, as çka jep, as çka blin, nuk mirë parasysh piti apo. Qase këtë rast ai nuk është i aftë për ta kryer këtë të marrveshjes apo. Edhe ai që ka mundësi përmend te kjo që nuk është i aftë për bu marrveshje, është edhe ai që është i imponuar. Do të kemi se njëri për të shit, një pikursve tani që për me shit është me kon çka? I lirë. Nëse nuk është i lirë, nuk bën. Nuk bën me keq përdor zorrin e dikujt, nga sa ai që është në zar për çat mall e shet pe imponimin, pe dhunës e shet. Atëra, ai në këtë rast nuk është jam me marrveshje, nuk pranon me repeti, sikur se me bën me fëmijë apo. Derisa të lirohet. Ku të lirohet, edhe vërtetot se ka zgjidhje të liraj për ta shitat mall, atëra pranon marrveshje pe tjetër. Këtu janë në përgjithësi 6 llojet që kemi mundësi nën to pastaj me fut në llojet e shumta të shqiptarëve të ndaluara në shariat, thash e kam preferuar prezentim para juve në formë të kësaj ndarje. Nga se shumicën librave kom gjetë domon të ndarë në bazë të shqiptarës vet. Domon e ka filluar shqiptara ditën e xumë ose shqiptara për mashtrim, edhe është më e shkep. Ose në bazë kësaj forme që do thotë është prezantuar është më e kapshme edhe më e mirë për ju që ta kuptoni shqiptarën e ndaluar për këtë shkak. Do të thotë çdo shqiptarë që e ka këtë shkak është ndaluar. E përmendëm na apo nuk e? Nuk e përmendëm. E ditëm na këtë ditë kohë apo nuk e ditëm komo si më antarmën, nëse përmban vetëm se mashtrim, ignorancë keq përdorim, dëmtim, e këto që ka cekom deri më tani, këto të gjitha të bëjnë atë lloj të shpëlesë bëjnë të ndaluar, rrepsisht nuk bën besuar që të jetë pjesë e asaj marrëveshje që bëhet në këtë bazë. Me kaq që përndojmë pjesën e parë të këtij dersi, edhe po pushojmë pak, vazhdojmë pastaj me tjetër. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A vazhdojmë vazhdim. Morëm në pjesën e parë të ligjëratës lidhe me shqiptarët e ndaluara. Edhe pam se këto shqiptarë të ndaluara kanë arsyeën e shkakun pse janë të tilla. Tash ju përvrenin dal nga dal, kena filluar pas pari nga definimi i shqiptarës. Pastaj nga marrveshja. Pastaj nga ato kurse e marrveshjes. Pastaj ato që ka mundësi me prish marrveshjen. Se marrveshja e prish të qenë të shqiptarës haram. Apo nuk ka mundësi mu kontraktuar një marrveshje me dy palëve, nëse esenca e shqiptarës është e ndaluar. Apo tash do jemi në fazat e para të lidhjes së marrëveshjes. Duhet këtë mi pastru, çka bën, çka s'bën eksmorat, që në fund kur del marrëveshja halal, atë çfarë do të jetë marrëveshja, është e pranuar edhe shqiptari është në rregull.
na kemi përmend kushtet e shitblerjes, ju kujtohet, apo. Do kushtet e shitblerjes. Edhe kemi thonë çfarë janë ato kushte? Ndonë në 3 grupe. 2 palët, madhe që shkëmbehet, edhe forma. Mos i harroni këto të trija. Këto janë kushtet, këto janë shtyllat me të cilat ndërtohet shitblera. Edhe sa dola me verifiku një shitblerje, një marrëveshje shitblerje, a është valide, a është rregull, a është legjitime, a është e pranuar shëndetësisht, duhet me shiku veçanërisht ndamas, se në shtyll, a është në rregull, a e mban këtë marrëveshje apo jo. Shikojmë të 2 palët me kushte veta, a janë. Shikojmë të mallet që shkëmbehet, edhe shikojmë tek forma. Nëse të trija të pasa në rregull, detektohet se nuk ka ndonjë defekt, atëherë marrëveshja në rregull. Mi po, për shkak se ka mundësi më u përvjedh ndonjë defekt, ndonjë ndalume, ndonjë keq përdrim në njërin prej këtyre shtyllave, atëherë në varësi se ku përvjedhet ky defekt, edhe shkakton problemet e veta. E bën ndalume komplet shitblerën, ose e bën ndalume pjesërisht, ose e shpall pavlefshme pjesërisht, ose e shpall pavlefshme komplet e kështu me radhë, varësisht se ku ka rrok virusi i asaj që është ndaluar. Kjo është komplet shitblerja islame. Me çdo ndërtohet apo. Shikohet në 2 palët, shikohet çka shkëmbet, shikohet edhe në formën se çish po shkëmbet. Dorë në dorë, ma vonë, do keq ka bën me ofertën edhe me pranimin atë. Tash ata 2 kontraktuesa, do mos i kanë qarta këto punë, në shariat dietarët i kanë përmend edhe disa çështje që kanë bënë me kushtet jo të shitblerjes, po kushtet në marrëveshje, kushtet në shitblerje apo. Jo don kushtet e shitblerjes, i po gjatë shitblerjes njëra për 2 palëve kurzon diçka apo. A ka drejt me kurzu çkënira apo nuk ka drejt me kurzu apo. Nuk kur bën marrëveshje me vetë, por dikush kurzon. Apo ai të thotë jo s'kitet me kurzu ti kështu apo. E të çdo me mësuar. A kena drejt me kurzu gjatë marrëveshjes me dikon apo duhet me shit çështë çush është apo në formë pa kurzime, pa dëshira shtues ekstra qoftë blesit ose qoftë shit që është tema me që do të flas bashkë apo. Kurzimet në shitblerje, në dallimin mes kushtet e shitblerjes edhe kushtimet në shitblerje. Dallim ka apo? Ja duke vol për kushtëzimet në shitblerje apo. Don kurzimet në shitblerje janë 2 lloje. Të pranuara edhe të papranuara. Sahia ka do të jetë sahi, ka do që nuk janë sahi. Nuk pranohet. Ai ka mundësi me kurzu 100 kushte, s'pranohet për tij apo. Nuk pranohet për tij ai kusht, ai kurzim. Andaj dietar duke pas parasysh se don akt si marrëveshja, don ka mundësi që ganë përmes ndonjë kurse këtu me i sjell dobi shticet pa dëmtu blersin, ose ka ndonjë kusht me i sjell dobi blersit pa dëmtu shticën, sprish punë që ky kusht të vendohet paraprakisht don gjatë kohës së marrëveshjes. Kjo është e para. E dyta që duhet ta dimë është se këto kushte, edhe ato që vlen, po flas, edhe ato që vlen janë përse vetëm ato që bën gjatë procedurës së marrëveshjes aty. Zguzojmë kom përpara as përmas, nuk vlen. Për shembull, unë du me bleni mall për dikujna. Apo edhe ai ka thonë unë pesha si të mall. Do ende në fazën negociata apo. Ende nuk është bë oferta për ti, as nuk është bë pranim për më. Unë vetëm të thon, unë nëse e blen në një herë në telefon, çu të më blenë me çdo kushte. Apo edhe tash ti qillën me një që të më shit telefon. Apo edhe kur të blej telefonin betina, unë ato kushte përpara si përmeni mua apo. Apo më rash. Edhe kur të blej telefonin i them jo ka dal, se sipas ato që kum thon. Do themi se ato që kanë përpara fshihet apo. Më rëndësishme është gjatë apo çfarë po thon. Duhet të kemi parasysh këtë apo. Se kurzimet gjatë shitblerjes, kurzimet në shitblerje janë valide, edhe vlen vetëm atëherë kur bën gjatë kohës së marrëveshjes. Nëse janë përpara ose janë përmas, nuk vlen ato. Kjo është duhet na ta dimë. E tash të kalojmë tek ndarja, sigurisht e bënëm paraprakisht. Do të thotë kemi kurzime në shitblerje të pranuara, edhe kemi kurzime në shitblerje të papranuara, që nuk pranohen ato. Kur është një kusht i pranuar? Çfarë di kështu? Është 2 lloja. E para, kurzimi që vlen, është i pranuar, nuk prish punë. I lloji i parë është kur ai kurzim i shërben shitësit atë. Nuk i shërben blersit kurrë. I pas nuk e dëmton. I shërben shitësit atë. Ai ka dhënë me kurzu. Për shembull, thot,
zakonisht kjo shkon tek shitblerja për shkak me kiste, ose me diçka që paguhet më vonë me borxh. Apo ai thot shitsi për shembull, për me qenë më i sigurum se ja kthen borxhin, don me siguru këtë marrëveshje me të sigurime ekstra anësore që me forcu marrëveshjen më tepër. Ka drejt. Për shembull, thot unë po ta dhoj ty çet telefon ose po ta dhoj çet kart ty. Për 5000 euro mi bën mas një javë. Mirë po për shembull, duhet që ti sot mi bësh parat me malon peng mu çet telefon. Unë e moj atë. Ai zgjuze me shit mallin, nuk është dina atë, me po e mos. Si lloj garance sa i kam ja për parat atë. Ka dëmton kjo blersin? Jo, se dëmton kjo kurrë. Sa ti kthehet malli apo të mirë, por shit don diçka ekstra që më siguru veç, unë do më siguru. A ka drejt sheriat me kurzu si kurzi? Ka drejt. Pse? Se kjo domon i shërben pozitivisht, i ndihmon shitsit edhe nuk e dëmton blersin. Ose, sikur thash, don me pas lloj vërtetimi i tillë përmes mallit caktuar apo që ja merr, ose përmes dorzanit. Unë ta lloj këtë mall, me bëj manier dorzan. Apo që garanton për ty. Dikush që garanton për ty apo. Edhe e sillet atë që ky garanton për mua, që ky kurs është ekstra. Apo ky nuk është kurs i marrëvesh apo. Mi po nëse bler, nëse shitsi e kurzon edhe e kërkon, nuk ka drejt blersi me refuzuar. Mi po e ka këtë drejt nga se ke i shërben shitsit, edhe kjo e bën me kone më i sigurt, se me të vërtet filoni do të më kthen në mallin tam në kohën e duhur. Ose do të më kthen pasurinë në kohën e duhur kështu më radh. Don kjo është kurzimi i parë i lejum, kur kurzimi në shitblerje buron pe kujna prej shitsit ato. Andaj sfish punë. Tash me kursi nuk e dëmton blersin. Kjo është kushti. S'ka dëmtim. Këtë na marr vesh atë. Kurzimi i dytë sahi që është e cili buron pe blersit ato. Nuk e dëmton shitsin, mirë po e rahaton edhe i lehtëson blersit blerën e atij malli. Sigurisht se për shembull është me kurzu, po ta blej çet mall, me pagu për 5 muaj. Kjo 5 muaj nuk ka pjesë marrësh, nuk ka domosdoshmë me kon. I pa e kurzon, pse për to është ma e lehtë apo. Ose për shembull më thonë që po të do disa parë sot, do po të do nesër e kështu me radhë, do në forma të caktuara që kurzon blersi e përmes të cilave i lehtëson vetes kon pagimin e mallit që ai e ka blerë. Edhe kjo sprish puna. Është halal e lejuar apo. Nëse thotë dikush apo po ta apo më sheh çit mall apo po të do parët nesër. Zonë që është haram, çu se po kurzon kështu apo. Jo, kësi kurzimin kam dhe me baba. Unë çit mall ta blej me çit kusht. S'ma jot me çit kusht ta blej. Po kësi kurzimi është i lejuar. Ka sot në hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo që do ta mësojmë të kushtet jo valide. Të kushtet që pa pranuar që janë, atëra aty vlen e hadith, jo gjithkund. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil walau kana 100 shart." Çdo kusht që nuk është në librin e Allahut azza xal, është i papranuar, qoftë në 100 kushte. E nëse unë i them dikujt për shembull apo që të marr lema me pagunesën, a ka argument Kur'an dikun që për çit fjalë? S'ka aftë. E dikush thotë, "Jo, ky kusht është i papranuar se është libri i Allahut." Jo, them apo se ky kusht është libri i Allahut. Apo se Allahu xhallahu ka leju me pas dorzan, ka leju me pas garancion, ka leju me pas andaj këto kurzime apo që i përdor blersi ose i përdor shitsi për t'ia lecu një rapal vetes vet apo në mënyrën e përfitimit, këto nuk ka diçka të keqe, nuk ka diçka të keqe tonë, nëse bëhet marrëveshja në bazë të kësaj, atë e ka për obligim pala që ka pranuar mbi përmbajtje sa. Për shembull, nëse kom pranuar dhe them, unë e blej çka do qoftë në një mall, po e blej për shembull me kush me pagu për një javë. Apo edhe ai thotë u bë. Nuk ka të marr nesër, as mas nesër, më vallam dul punë. Vallam tash kom po duhet. Ki para, ki bars, s'ki dhe mja cakat një rëtky se ke përndu për një javë. A të në ndodh që dikush për shumë blendi qka, një mëtë se a i ka thonë që mos i gale. Për një 2 vjetë, rahat jepër. I vjen mas 5 muje, valla që të parët më ishe të kumë përmtu sa i mirë pa. Ja, ke kurzu. Unë e kumë ble këto me kusht. Mos me konë që kjo kusht, a e kështë ble? Jo. Andaj ti dush me përnë të kushtet. Pëse ka do t'i problem tjetër. Të ka narë bërë një ty ndirë, nuk bënë më hakë mirë mua. Apo? Të nuk bën kur ngushtohet ty puna, por unë e kap dikujt para bash për 1 vjet. Po çet ka ndodhur problem ty. Apo atëherë duhet me përvallova ti më shkutash për si më thonë që vallon të kupon për 1 vjet, po kthemë për 1 muaj se
Sa i me di që për një muaj i kish marr, i kish me këty, ai çka si kish lip korrekt. Andaj që të muslimanët, el muslimun ala shurutihim. Musliman edhe që i përmban kushteve që i kanë pranuar. I përmban marrëveshjeve. E të pranuar që sot, atëherë gjendo qoftë edhe ai, qoftë blerëse, qoftë shitja. Do thotë e tham e pam rastin e parë kur zon shitsi, i pam edhe rastin kur zon blerësi. Blerësi kur zon për shembull çmimin, formën e pagesës e kështu me radhë. Jo blerësi ka mundësi me kurzuar kanë edhe mallin. Për shembull, unë duam me ma pru për shembull një telefon Nokia. Për shembull, si shumë për hapë, në telefon Nokia, mirë po du që në bateri me shkut e Finlandës, nëse është e Kinës nuk ta blej. Ose nëse është Taiwan nuk ta blej. A ka të me kurzu kështut? Ka drejt. Ai problemi do malli vetë është. Apo ja bjen shitsi telefonin apo. Për mas shulmadi në Kina se blej, thot po ne kum pagu. Ke pagu po si na marrë çështë? Ky kusht jam është kusht valid, i pranoj shërtikisht. Duhesh me përmbajt, nuk e blen ndryshe. Andaj kësi kurzime ndodh. Edhe blerësi, nëse kurzon kështu, shitsi nuk guxon me diskutu kushtet e tij, edhe nëse këtë rast shitsi dëmtohet, se ndodh nga njëra për shembull, mirën vesh. Edhe ai kurzon kështu apo. Edhe ai lyp pse gjon. Ja merr në zëvendësim, ose merr diçka gjerë, ha se e blena jam. Edhe kur shkon te valla që i kit njëjtë, thotë era, njëjtë këtë me kon njëjtë. Pe një fabrikë s'du me ble. Thotë punim dëmtuan e kumble mallin. Kush ka dhënë me ble atë? Kush ka dhënë me pru kët mall? Unë s'kam dhënë me pru kët mall. A është këtë rast muslimani pa moralshëm? A është këtë rast muslimani me iman dopt ju apo? Kjo s'ka lidhje me iman. E ke kurzuar, se ke përmbajt kushtin, ti e bën për sipër. S'ka lidhje këtë imani. Zakonisht na përzi këto punë, vëzëllok apo. E për atë s'ka këtë për të kërkuit. Apo. Të pëlqen malli, i ka plotsu kurrë që i ka kërku, e merr. Si ka plotsu, ja kthen afton, edhe zguxon zemrën e tij as i kaq më ndodh me të rrejt ti për këtë punë apo. Pse? Se ti fillim me këtë kurzu. Edhe e kundërta. Për shembull, ai shitsi kur do me ble, do me shit faktikisht mallin. Thot unë po tash është të madh, vëllai po më hallall ato. Ju që s'po të besoj, po vëlla dur me malon që telefon që të garancë. Helbet, s'mi pa gumboshën, unë tash as telefonin apo më na javës. Apo, bon 7 ditë se punën para. Edhe ti ran, unë më dëshit, mama, a bën rahmet ky shitsi. Nga çefi ti, me dhona vat, kjo punë e tij është apo. Me bën si ashet, mas 2 sekonda kur kanë fati apo, kjo s'është gjëna çor. Marrëveshje është kjo. Që kjo është Islami vëllazë apo. Jo ndërtojmë na marrëveshje vëllazëllak, e pastaj kur ndon me ndodh keq, pastaj bim gjëna më të madh se më pa fal, se më pa vjell. Apo. Në përgojime, e shpifje, në bartë e fjalëve e kështu me radhë. Jo, lejna qartë apo. Jemi qartë. Që ta Allahu subhanahu wa taala kur ka përmend çështën e kërkimit lejes për me hinë shpit dikujt. Kur kërkoni 3 herë leje, fa idha qila lakum irji'u farji'u dhalika azka lakum. Allahu ka thënë thuhet juve, kthehuni, se kjo është më e pastër për ju apo. Çfarë pastërtia dikush po të përzej për shtëpisë tonë? Ha? Për shtëpisë tina, s'po pranoj. Allah po të kjo është më e pastër. Pse më e pastër? Për çfarë arsye? Nga se ai më të papranu, s'kish më të pranu me çehre të mira. E para. Edhe se fallë bën çehre, si dish për shtëpisë thotë, subhanallahu çukini apo sa vakt më mur, e hub se vapën. Andaj aty ku bëhet sapi, s'ka bereqet. Ai zeret nuk jep fryte. S'ka pastërti. Pjati zerit nuk prodhon vëllëzlloku. Pjati zerit nuk prodhohet dashuria. Apo kupton? Prodhon urrëtia. Apo edhe ai që ka shkuar që ka ardhur. Mi po kujtoj ku të lëm, nuk ka mundësi me të prit apo. E kam këtë punë, atë rregull e kam. Mi po edhe kjo ka një mesatar normalisht aty. Jo për njëri apo do të më sens, njëri që pranon mos avë, dal mos avë. Kjo është esenca. Do të se ndodh diçka ekstra, atë kjo do të më koni në rregull. Edhe ndërthon e kësaj apo. Jo me keq përdor kushtin. Njëri për shembull apo është i gatshëm me pagu. Mi po i ka ndodh, për shembull ka thonë po ta blej këtë telefon, edhe ta paguaj për 7 ditë. Ai thotë lema para që diçka apo si garancë se ti e pagun për 7 ditë. Apo atëra aty bën akia më udhëtu mas 4 ditë diku atë. Edhe thimë më thotë, "O vëllam, unë ta paguaj që më to rrugës, mos më shit mallën se po vjen ai mall, ta paguaj." Nuk bën me kaq përdor apo. Ja tash ti në them ti, do të më prit atë. Këtë rast po, apo është mesatar, jo keq përdorim. Mi pa kur s'ka kur shese po pagun. Nuk ka kur garancë po pagun.
atëherë ti nuk je obliguar me e prit apo. Nëse e pret, është mirësi jote edhe Allahu s'përblem. Edhe të pret Allahu ty për pendim. Nëse ti lën i vllaut, Allahu ta shëron ty. Këtu ke dy vepra të mira në rregull, mirë po nuk bën se dikush nuk e përdor kët, më akuzon imanin vetëm. Çe çamboni, çe apo vllau ta lëshon kështu, ta bën kështu, jo vëllai. Tregtia që në dynja nuk bën me përzi imanin apo. Tregti do të më bëj me dur, jo me zemër apo. Zemra, me zemër duhem, me zemër ndihmom, me zemër adhurim Allahun xhalla wala, me zemër të gjerë nuk bëhet. Nuk bën me fut zemrën në tregti. Nga se nëse dëmtohet zemra e tregti, nuk ndrejsh me kurrë më mos tani apo. Edhe kjo është vërtetu.